Nderuar shikues, përshëndetje. Kur flitet për lindjen e mesme dhe debatin rreth Izraelit dhe Palestinës, shpesh dëgjojmë terma si hebraizëm, sionizëm dhe antisemitizëm. Megjithatë, këto koncepte shpesh ngatrohen mes tyre, edhe pse kanë kuptime krejtësisht të ndryshme. Hebraizmi, i njohur edhe si judaizëm, është feja dhe tradita historike e popullit hebre. Ai përfshin besime fetare, kulturë, zakone dhe një histori mijëvjeçare. Por shumë njerëz, të qenit hebre nuk lidhet vetëm me fen, por edhe me identitetin kulturor dhe etnik. Hebraizmi nuk është një ideologji politike dhe nuk përfaqëson automatikisht një qëndrim të caktuar politik. Prandaj, shumica e hebrejve fetar janë antisionistë, kudo pra që jetojnë ata, qoftë edhe brenda Izraelit. Ndërkohë, sionizmi është një lëvizje dhe ideologji politike që u shfaq në fund të shekullit të 19 dhe deri sot ka arritur të shndrohet në fe. Sionistët në emër të Zotit kanë pushtuar tokat palestineze, kanë persekutuar banorët vendas, kanë bërë vrasje pa dallim, duke shkaktuar madje një gjenocid të pashembullt si në Gaza që nga viti 2023. Nga ana tjetër, antisemitizmi nuk është fe dhe as ideologji politike. Ai është paragjykim, diskriminim ose urrëtie ndaj popujve semit, ku para këtu nuk bën pjesë vetëm hebrejt, por edhe arabët dhe shumë grupe të tjera etnike në lindjen e mesme, ndërsa sionizmi ka arritur ta monopolizojë këtë term dhe ta kthejë si armë kundër të gjithëve që kritikojnë veprimet e tyre gjenocidale. Po ashtu, është e rëndësishme të kuptohet se jo të gjithë hebrejt janë sionistë dhe jo të gjithë sionistët janë hebrejnë. Ekzistojnë hebrejnë që mbështesin sionizmin dhe të tjerë që e kundërshtojnë atë. Kongresi i dytë hebrej antisionist, i cili u mbajt në Dublin të Irlandës, mblodhi aktivist hebrej antisionist, ligjvënës irlandez dhe intelektual palestinez. Qëllimi i këtij kongresi të organizuar nga vetë hebrejt është që të shpëtojnë judaizmin, por edhe gjithë botën, duke filluar me Palestinën nga sionizmi si një projekt politik kolonial dhe në thelb antifetar. Në fokus të diskutimeve nuk ishte vetëm lufta në Gaza dhe përpjekjet për ndalimin e saj, por edhe ajo që pjesëmarrësit e përshkruan si një transformim politik, moral dhe juridik në mënyrën se si bota po e sheh Palestinën. Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve u përqendrua në projektligjin irlandez për territoret e pushtuara, i cili synon të ndalojë tregtinë me vendbanimet izraelite të konsideruara të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Një ndryshim i madh në perceptimet globale për çështjen palestineze mund të jetë tashmë në zhvillim. Ky është një nga mesazhet kryesore të Kongresit të dytë hebre antisionist, i cili u mbajt në Dublin të Irlandës, duke mbledhur aktivist hebrej antisionist, ligjvënës irlandez dhe intelektual palestinez. Në fokus të diskutimeve nuk ishte vetëm lufta në Gaza dhe përpjekjet për ndalimin e saj, por edhe ajo që pjesëmarrësit e përshkruan si një transformim politik, moral dhe juridik në mënyrën se si bota po e sheh Palestinën. Sipas organizatorëve, kongresi paraqet një rritje të dukshme të zërave hebrej antisionist në mbar botën. Kryetari i organizatës Trade Union Friends of Palestine, Patricia McCone, tha se interesimi për këtë lëvizje po rritet vazhdimisht. Ajo rikujtoi se në kongresin e parë, të mbajtur në Vjenë, organizatorët kishin parashikuar pjesëmarrjen e rreth 400 personave, ndërsa në fund numri i pjesëmarrësve kishte kaluar 1000. Sipas saj, për vite me radhë, zërat hebrej antisionist kanë qenë të marginalizuar, por tashmë po arrin të sfidojnë narrativat politike dominuese. Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve u përqendrua në projektligjin irlandez për territoret e pushtuara, i propozuar fillimisht në vitin 2018. Ky ligj synon të ndalojë tregtinë me vendbanimet izraelite të konsideruara të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Senatorja Frances Black kritikoi vonesat e vazhdueshme në miratimin e ligjit, duke thënë se gjatë këtyre viteve situata në Palestinë vetëm është përkeqësuar. Sipas saj, në këtë periudhë, bota ka parë zgjerim të vendbanimeve në territoret palestineze, për shkallëzim të dhunës dhe humbje të shumta të jetëve civile. Black kritikoi gjithashtu versionin aktual të ligjit, duke argumentuar se ai mbulon vetëm mallrat dhe jo shërbimet, duke lënë hapësirë që kompani dhe platforma të ndryshme të vazhdojnë aktivitetet ekonomike të lidhura me vendbanimet izraelite. Ajo bëri thirrje për masa më të gjëra dhe për zbatim të sanksioneve të plota ndaj Izraelit. Ndërkohë senatorja Alice Mary Higgins ngriti shqetësime për rolin e investimeve financiare dhe sistemit ekonomik në vazhdimin e situatës aktuale.
Duke ju referuar opinionit këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, ajo tha se shtetet jo vetëm që duhet të shmangin mbështetjen direkte të pushtimit, por duhet gjithashtu të parandalojnë investimet dhe aktivitetet ekonomike që ndihmojnë në vazhdimin e tij. Një nga deklaratat që tërhoqi më shumë vëmendje ishte ajo e profesorit izraelit Haim Bresheth Jabner, i cili argumentoi se debati nuk ka të bëjë vetëm me territorin apo politikën, por edhe me identitetin dhe ideologjinë. Ai deklaroi se judaizmi është identifikuar gjithnjë më shumë me sionizmin, duke argumentuar se këto dy koncepte nuk duhet të konsiderohen të njëjta. Sipas tij, shumë hebrej antisionist po përpiqen të krijojnë një distancë mes identitetit fetar dhe projektit politik të shtetit izraelit. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Parlamentit Evropian për marrëdhënie me Palestinën, Lynn Boylan, tha se problemi kryesor nuk qëndron te mungesa e mekanizmave ligjor, por te mungesa e vullnetit politik. Ajo deklaroi se tashmë ekzistojnë vendime dhe mekanizma juridik ndërkombëtar që mund të përdoren për të ndërmarrë veprime konkrete. Sipas saj, qeverive europiane nuk po u kërkohet të mbajnë një pozicion pro-palestinez, por thjesht të zbatojnë ligjin ndërkombëtar në mënyrë të barabartë. Një nga momentet më emocionale të konferencës erdhi nga gazetari dhe autori palestinez Remzi Baroud. Ai tregoi për bisedat me të afërmit e tij në Gaza para udhëtimit në Dublin, duke thënë se kishte pritur të dëgjonte diskutime për zgjidhje politike apo për të ardhmen e rajonit. Por sipas tij, realiteti që përballojnë njerëzit në Gaza është shumë më i ashpër. Baroud tha se shqetësimet e tyre nuk kishin të bënin me negociata apo modele politike, por me mbijetesën e përditshme. Ai argumentoi se përfundimi i luftës dhe ndalimi i vuajtjeve njerëzore duhet të mbetet prioritet kryesor para çdo diskutimi tjetër politik. Pavarësisht zhvillimeve tragjike në terren, pjesëmarrësit në Kongres shprehen bindjen se opinionet ndërkombëtare po ndryshojnë gradualisht. Sipas tyre, presioni i shoqërisë civile, protestat, aktivizimi dhe mediat alternative po luan një rol gjithnjë më të madh në formësimin e perceptimeve publike. Megjithatë, ata paralajmëruan se betejë për narrativën politike vazhdon dhe se sfidat mbeten të shumta. Për ta, pyetja kryesore nuk është më nëse po ndodh një ndryshim, por sa shpejt ai ndryshim do të përkthehet në veprime konkrete politike. Kujt intereson nëse je hebre, musliman apo i krishter? Nëse je qenie njerëzore, me qofte dhe pak ndjeshmëri dhe moral, si mund të qëndrosh indiferent ndaj vuajtjeve të popullit palestinez? Kështu tha historiani hebre Ilan Pape në Kongresin Hebre Antisionist që u mbajt në Dublin. Pape pranoi se zhvillimet e fundit politike kanë bindur se një zë i veçantë hebre antisionist mbetet i domosdoshëm, jo sepse hebrejt mbajnë një përgjegjësi morale më të madhe se të tjerët, por sepse judaizmi vazhdon të përdoret për të justifikuar politikat e Izraelit dhe për të heshtur kritikat ndaj tyre. Për gjithë pasojat në Palestinë, Papa e mban përgjegjës Europën, veçanërisht Gjermaninë, e cila sipas tij nuk u denazifikua kurrë, madje edhe ndihmoi fuqishëm në ndërtimin e establishmentit ushtarak izraelit. Duke hapur fjalimin e tij kryesor në Kongresin e dytë hebre antisionist në Dublin, historiani hebre Ilan Pape pranoi se pas më shumë se 4 dekadash aktivizimi, ai shpesh kishte vënë në pikpyetje nëse një lëvizje specifikisht hebreje antisioniste ishte vërtet e nevojshme. Në fund të fundit, reflektoi ai, lufta për Palestinën nuk duhet të varet kurrë nga identiteti fetar apo etnik. Ajo që na duhet është një zë universal për Palestinën. Kujt intereson nëse je hebre, musliman apo i krishter? Nëse je qenie njerëzore me qofte edhe pak ndjeshmëri dhe moral, si mund të qëndrosh indiferent ndaj vuajtjeve të popullit palestinez? Tha Pape gjatë fjalimit të tij. Megjithatë, ai pranoi se zhvillimet e fundit politike e kanë bindur se një zë i veçantë hebre antisionist mbetet i domosdoshëm, jo sepse hebrejt mbajnë një përgjegjësi morale më të madhe se të tjerët, por sepse judaizmi vazhdon të përdoret për të justifikuar politikat e Izraelit dhe për të heshtur kritikat ndaj tyre. Duke referuar emrimit të një lobistit njohur pro-izraelit si këshilltar kryesor i kryeministit të Arshëm britanik, Papa argumentoi se nëse rrjetet të tilla lobimi kanë apo jo ndikimin e jashtëzakonshëm që shpesh u atribohet, është pothuajse çështje dytësore. Ajo që ka rëndësi politikisht, tha ai, është fakti që qeveritë besojnë se ato e kanë këtë ndikim.
Sipas tij, ky perceptim vazhdon të formësoj politikat perëndimore, ku akuzat për antisemitizëm përdoren rregullisht si armë për të mbrojtur Izraelin nga përgjegjësia, pavarësisht provave dërmuese që dokumentojnë pushtimin, apartheidin dhe gjenocidin. Kjo është anormale, është e padrejtë, është imorale, tha Pape. Për këtë arsye, ai argumentoi se hebrejt antisionist kanë një përgjegjësi të veçantë për të çmontuar ideen se sionizmi përfaqëson vetë judaizmin. Nëse nuk arrim të sfidojmë idenë se sionizmi përfaqëson shprehjen e vetme autentike të judaizmit, paralemroi ai, nuk duhet të habitemi nëse të tjerët përfundojnë duke besuar se kjo është ajo që përfaqëson vetë judaizmi. Megjithse një pjesë e madhe e fjalimit të tij u përqendrua në sfidimin e narrativave politike dominuese, Papa u kthye vazhdimisht të një parim më i thjeshtë. Solidariteti fillon duke dëgjuar palestinezët dhe jo duke folur në emër të tyre. Solidariteti nuk konsiston në të treguar palestinezëve se për çfarë kanë nevojë. Përkundrazi, argumentoi ai, vetë palestinezët duhet të përcaktojnë prioritetet e lëvizjes ndërkombëtare të solidaritetit. Roli ynë është të dëgjojmë, tha Pape, duke shprehur shqetësimin se edhe brenda qarqeve progresiste, zërat autentik palestinez ende marginalizohen nga ato që ai përshkroi si supozimet mbetura koloniale dhe ndonjëherë islamofobike. Skena u përket palestinezëve, jo vetëm për të përshkruar vuajtjet e tyre, por edhe për të artikuluar vizionin e tyre politik, tha Pape. Kjo përgjegjësi, argumentoi ai, shtrihet përtej punës së menjëhershme të solidaritetit. Hebrejt antisionist duhet të vazhdojnë gjithashtu çmontimin e dy narrativave që mbeten thellësisht të rrënjosura në shoqëritë perëndimore. Pretendimin se sionizmi është shprehja natyrore e judaizmit dhe pohimin se antisionizmi është në vetvete antisemitik. Të dyja, tha ai, kërkojnë edukim historik të vazhdueshëm dhe jo slogane politike. Duke kaluar përtej së tashmes, Pape ja kushtoi një pjesë të madhe të fjalimit të tij asaj që e përshkroi si përgjegjësinë historike të pasgjidhur të Europës ndaj Palestinës. Rendi ndërkombëtar i krijuar pas luftës së dytë botërore, argumentoi ai, paraqiti veten si universal përmes institucioneve si Kombet e Bashkuara dhe Deklarata Universale të Drejtave të Njerëzit. Megjithatë, njerëzit që projektuan atë rend ishin pothuajse ekskluzivisht përfaqësues të fuqive koloniale, ndërsa bota e kolonizuar mbeti jashtë këtij diskutimi. Sipas tij, ky përjashtim u bë vendimtar kur Europa u përball me ato që e quante çështja hebraike. Kur të njëjtët udhëheqës u përballen me atë që e quanin çështja hebraike, pothuajse askush nuk propozoi zgjidhjen më të qartë, tha Pape. Pothuajse askush nuk tha, le t'i ftojmë hebrejt e Europës të kthehen përsëri në Europë. Në vend të kësaj, argumentoi ai, qeveritë europiane përqafuan kolonizimin sionist në Palestinë, duke transferuar pasojat e shekujve të antisemitizmit europian te një popull që nuk mbante asnjë përgjegjësi për këto krime. Gjermania, tha ai, zë një vend qendror në këtë histori. Në kundërshtim me narrativën dominuese të pasluftës, Papa argumentoi se Gjermania nuk u denazifikua në ndonjë kuptim politik real. Përkundrazi, tha ai, marrëdhënia e vendit me Izraelin u bë një zëvendësim për përballjen me strukturat më të thella që prodhuan nazizmin dhe antisemitizmin. Sipas Papes, dëmshpërblimet e pasluftës jo vetëm që kompenzuan mbijetuarit e Holokaustit, por ndihmuan edhe në ndërtimin e establishmentit ushtarak izraelit. Kjo marrëdhënie historike vazhdon të formësoj politikën bashkohore, tha ai. Duke u rikthyer te temat qendrore e fjalimit të tij, Pape hodhi poshtë idenë se nacionalizmi apo supremacia etnike mund të përbëjnë ndonjëherë një përgjigje kuptim plot ndaj shekujve të antisemitizmit. Përgjigja më e madhe ndaj antisemitizmit sot është dekolonizimi i Palestinës, tha ai. Sipas tij, kjo kërkon çmontimin e sionizmit si projekt politik kolonial, duke mundësuar palestinezëve të jetojnë si njerëz të lirë në tokën e tyre. Sionizmi sot nuk ka të bëj vetëm me shkatrimin e palestinezëve. Ai është bërë një ideologji që po kontribon në shkatrimin e shoqërive të tëra në Azinë Perëndimore, tha në fjalën e saj Francesca Albanese, dërguar e posaçme e OKB-s për Palestinën. Në kongresin e dytë hebrej antisionist, Albanese shtoi se gjenocidi në Gaza dhe dhuna sistematike ndaj palestinezëve në bregun perëndimor të pushtuar kanë krijuar një zgjim politik të paprecedent në mbar botën.
Tashmë, opinioni botror e din mirë se më mirë pra se kur efektin e sionizmit, shprehja politike bashkëkohore e cilit është bërë e pandashme nga shkatrimi vazhdueshëm i jetës palestineze. Duke u drejtuar Kongresit të dytë hebre antisionist përmes një lidhje video nga Palermo të premten, raportuesja speciale OKB-s, Francesca Albanese, argumentoi se gjenocidi në Gaza është shndruar në shumë më tepër se sa një luftë e Izraelit kundër popullit palestinez. Përkundrazi, ajo tha se ai është bërë shprehje më e qartë një sistemi global politik dhe ideologjik që ka normalizuar shpronësimin e palestinezëve, ndërsa ka ekspozuar dështimet e ligjit ndërkombëtar, institucioneve demokratike dhe vetë rendit ndërkombëtar të pasluftës. Duke përshkruar Palestinën si njëkohësisht zbuluese dhe pasqyrë, Albanese u bëri thirrje pjesëmarrësve që ta shohin momentin aktual, jo vetëm përmes veprimeve të Izraelit, por edhe përmes reagimeve ose heshtjes së qeverive, institucioneve dhe shoqërive në mbar botën. Tani ndodhemi në vitin e 3 të gjenocidit, tha Albanese, duke argumentuar se dhuna ushtruar ndaj palestinezëve nuk mund të kuptohet më si përgjegjësi vetëm Izraelit. Sot, sipas saj, Izraeli vepron me mbështetje ideologjike, politike dhe ushtarake të një rrjeti të gjerë ndërkombëtar që shtrihet përtej aleatëve të tij tradicional perëndimor. Vështirë se ekziston një cep i botës që nuk është prekur nga sionizmi si ideologji politike, tha ajo, duke vënë në dukje rolin e luajtur jo vetëm nga qeveritë perëndimore dhe institucionet private, por edhe nga disa shtete arabe dhe organizata fetare që kanë ndihmuar në normalizimin dhe përhapjen ndërkombëtare të kësaj ideologjie. Ndërsa pranoi se sionizmi ka pasur kuptime të ndryshme gjatë historisë së tij, Albanese argumentoi se shprehja e tij politike bashkëkohore është bërë e pandashme nga shkatrimi vazhdueshëm i jetës palestineze. Mendoj se të gjithë duhet të jemi në gjendje të bijmë dakord për një pikë, tha ajo. Sot, më shumë se kur, sionizmi është bërë i bazuar mbi shkatrimin e popullit palestinez dhe marrjen e asaj pak toke që ka mbetur nga dheu tyre. Për Albanesen, pasojat shtrihen shumë përtej vetë Palestinës. Sionizmi sot nuk ka të bëjë më vetëm me shkatrimin e palestinezëve, tha ajo. Ai është bërë një ideologji që po kontribon në shkatrimin e shoqërive të tëra në Azinë Perëndimore. Gjatë gjithë fjalimit të saj, Albanese u rikthyej vazhdimisht idees se Palestina ka ndryshuar rëndësisht mënyrën se si bota e kupton veten. Palestina është bërë një zbuluese, tha ajo, para se të rëndiste atë që lufta palestineze ka ekspozuar. Nakbën, natyrën koloniale të projektit sionist, apartheidin dhe gjenocidin i cili vazhdon ende. Megjithatë, sipas saj, Palestina nuk ka zbuluar vetëm strukturat mbi cilat mbështeten politikat izraelite. Ajo është bërë gjithashtu një pasqyrë që reflekton zgjedhjet morale të individëve, qeverive dhe institucioneve ndërkombëtare. Kam thënë shpesh se Palestina është bërë gjithashtu një pasqyrë, shpjegoi Albanese, një pasqyrë që reflekton atë që jemi, si individ, si shoqëri dhe si shtete. Duke bërë një nga krahasimet më të forta historike të fjalimit të saj, Albanese argumentoi se krahasimet me Holokaustin nuk duhet të kuptohen si gara mbi vuajtjen, por si një mënyrë për të kuptuar se si mizorit bëhen ndërkombëtare përmes pjesëmarrjes ose pranimit pasiv të të tjerëve. Ekziston një krahasim me Holokaustin që besoj se mund dhe duhet të bëhet, tha ajo. Ky gjenocid, ashtu si Holokausti, ka një dimension ndërkombëtar. Ai mbahet gjallë jo vetëm nga ata që po e kryejnë drejt për drejt, por edhe nga ata që e bëjnë të mundur. Për Albanesen, tragjedia Gazës nuk qëndron vetëm te vetë krimet, por edhe te fakti se ato po ndodhin brenda një sistemi ndërkombëtar juridik të krijuar pikërisht për të parandaluar mizori të tilla. Në vend që të parandalojnë gjenocidin, argumentoi ajo, shumë qeveri kanë zgjedhur ta lehtësojnë atë, duke i bërë palestinezët të padukshëm dhe duke normalizuar dehumanizimin e tyre. Megjithatë, edhe mes këtij dështimi, Albanese këmbguli se Palestina ka krijuar një zim politik të paprecedent. Një pakicë e njerëzimit tani sheh atë që shumë të tjerë ende refuzojnë ose nuk janë në gjendje ta shohin, tha ajo. Revolucionet nuk bëhen kurrë nga shumicat, argumentoi Albanese. Ato zakonisht bëhen nga 10% e shoqërisë. Duke parë lëvizjen globale të solidaritetit që është krijuar gjatë 2 viteve të fundit, ajo përfundoi. Sot ne jemi më shumë se 10%. Për këtë arsye, tha ajo, Palestina ka ndezur një revolucion global. Ndërsa një pjesë e madhe e punës së Albanesës është përqendruar te ligji ndërkombëtar, ajo paralajmëroi kundër idesë se mekanizmat ligjor janë të mjaftueshëm më vete.
Ligji ndërkombëtar na ofron një hartë rrugore, tha ajo, duke theksuar se ai kërkon qartë që Izraeli t'i jap fund pushtimit, të shmontojë apartheidin, të ndalojë gjenocidin dhe të mbajë përgjegjës jo vetëm ata që janë drejt për drejt përgjegjës për këto krime, por edhe ata që kanë përfituar prej tyre. Megjithatë, paralajmëroi ajo, ligji pa etik mbetet i pafuqishëm. Sipas saj, kjo shpjegon pse shoqëria civile është bërë domosdoshme në zbatimin e normave ndërkombëtare që udhëhecit politik refuzojnë të mbështesin. Për albanezen, lëvizja për bojkot, investim dhe sanksione, BDS, përfaqëson një nga shembujt më të qartë të këtij parimi në praktik. Në vend që ta shohë BDS-n thjesht si një fushat proteste, ajo e përshkroi atë si një metodë praktike për zbatimin e ligjit ndërkombëtar përmes veprimit kolektiv dhe një shprehje të integritetit. Shkeljet duhet të marrin fund, tha ajo. Duhet të rimarrim politikën, vazhdoi albaneze. Duhet të rikthejmë demokracinë në qëllimin e saj të vërtet. Shkatrimi sistematik i spitaleve, shkollave dhe lagjeve të tëra të banimit, vrasja e mjekëve, gazetarëve dhe akademikëve, përdorimi i urisë si armë dhe zhdukja e familjeve të tëra palestineze nga regjistrat civil, kanë ekspozuar sionizmin në thelbin e tij më të pastër dhe më të dhunshëm, si një projekt kolonial i vendosjes së kolonëve, mbijetesa e cilit varet nga eliminimi i popullsisë autoktone. Vlerëson gazetari palestinez Ramzi Baruti, i cili në Kongresin Hebre Antisionist shtoi se Gaza ka ekspozuar gjithashtu diçka shumë më të gjerë, shembjen e rendit liberal perëndimor. Sipas tij, Palestina ka ndryshuar rrënjësisht gjeografinë morale të botës. Duke u drejtuar ditës së hapjes së Kongresit të dytë hebre antisionist në Dublin, gazetari palestinez, autori dhe redaktori i The Palestine Chronicle, Ramzi Barut, argumentoi se gjenocidi i vazhdueshëm i Izraelit në Gaza ka prodhuar një moment pakthyeshëm të qartësisë politike dhe morale, duke ekspozuar si logjikën e dhunshme të sionizmit, ashtu edhe dështimin e sistemit ndërkombëtar që ka mbështetur atë për dekada. Duke folur para qindra aktivisteve, akademikëve, sindikalisteve dhe organizatorëve hebrenj antisionist të mbledhur në kryeqytetin irlandez, Barut e përshkroi momentin aktual si një periudhë ku perdhja jo vetëm që është ngritur, ajo është shqyer në copëza, duke lënë pa asnjë justifikim të ignorancës dhe pa asnjë paqartësi të mbetur mbi realitetin me cilin përballet populli palestinez. Për Barut, gjenocidi në Gaza ka transformuar atë që shumë qeveri vazhdojnë të përshkruajnë si një konflikt geopolitik në diçka që nuk mund të fshihet më. Shkatrimi sistematik i spitaleve, shkollave dhe lagjeve të tëra të banimit, vrasja e mjekëve, gazetarëve dhe akademikëve, përdorimi i urisë si armë dhe zhdukja familjeve të tëra palestineze nga regjistrat civil, sipas tij, kanë ekspozuar sionizmin në thelbin e tij më të pastër dhe më të dhunshëm, si një projekt kolonial i vendosjes kolonëve, mbijetesa e cilit varet nga eliminimi i popullsisë autoktone. Kjo nuk është më një debat teorik për revista akademike, tha Barut. Është një mizori e industrializuar që transmetohet drejt për drejt. Por ndërsa Gaza ka zbuluar realitetin e sionizmit, Barut argumentoi se ajo ka ekspozuar gjithashtu diçka shumë më të gjerë, shembjen e rendit liberal perëndimor. Për dekada me radhë, qeveritë perëndimore kanë paraqitur veten si mbrojtëse të demokracisë, ligjit ndërkombëtar dhe drejtave universale të njerëzit. Megjithatë, gjatë gjenocidit, tha Barut, po këto qeveri u shndruan në financues aktiv, furnizues logjistik dhe mburoj diplomatike të gjenocidit, duke treguar se parimet që ato përmendin zbatohen në mënyrë selektive dhe jo universale. Rezultati, argumentoi ai, ka qenë një çarje e thellë në mënyrën se si një pjesë e madhe e botës i sheh tani institucionet perëndimore. Kemi qenë dëshmitar të kolapsit të plot dhe të pakufizuar të vlerave liberale perëndimore, tha ai, duke argumentuar se traktatet ndërkombëtare janë shndruar në armë politike të përdorura në mënyrë selektive kundër kundërshtarëve dhe të braktisura plotësisht kur bëhet fjalë për mbrojtjen e një posti perëndorok. Ai ishte po aq kritik edhe ndaj organizatave ndërkombëtare, duke akuzuar shumë prej tyre se ju përgjigjen shkatrimit Gazës me kujdes burokratik, ndërsa palestinezët vazhdonin të vdisnin në rënoja. Pam institucione ndërkombëtare të belbëzonin, të vononin dhe të fshiheshin pas gjuhës procedurale, ndërsa fëmijët nxirreshin pjesë nga rënojat, tha ai.
Megjithatë, Barut këmbguli se historia përcaktuese e Gazës nuk është dhuna e Izraelit, por qëndrueshmëria jashtëzakonshme e popullit palestinez. Duke refuzuar përpjekjet për të zbutur apo sterilizuar konceptin e rezistencës palestineze, ai tha se përdor qëllimisht termin rezistencë, jo për të ofenduar dhe jo për të mbrojtur ndjeshmëritë e ndonjë audience. Përkundrazi, ai përshkroi palestinezët që dalin nga ndërtesat e shembura, ndajnë pak ushqim që ka mbetur, shpëtojnë njëri tjetrin dhe dokumentojnë emrat e të vdekurve, si shprehjet e një qëndrueshmërie kolektive që sfidon vetë ligjet e fizikës dhe të qëndrueshmërisë njerëzore. Për Barut, edhe besimi ka marrë një kuptim revolucionar në Gaza. Në vend që të ofrojë arratisin nga vuajtja, ai argumentoi se besimi është bërë një spirancë aktive dhe revolucionare, e cila mundson palestinezëve të vazhdojnë rezistencën pavarësisht forcës dërmuese ushtarake. E pamundura, tha ai, ka qenë të mbjetosh, të ekzistosh, të qëndrosh, të luftosh. Palestina po rivizaton hartën morale të botës. Gjatë gjithë fjalimit, Barut ju rikthye vazhdimisht një argument i qendror. Palestina ka ndryshuar rrënjësisht gjeografinë morale të botës. Për dekada, tha ai, sionizmi u përpoq ta izolonte Palestinën, duke paraqitur si një konflikt të veçantë të lindjes së mesme, të shkëputur nga luftrat më të gjera kundër kolonializmit dhe racizmit. Në vend të kësaj, Gaza e ka lidhur Palestinën me një ndërgjegje globale antikoloniale. Palestina i theu ato kafaze dhe rivizatoi hartën morale të botës ta Barut, duke argumentuar se një rreshtim i ri ndërkombëtar është shfaqur jo nga qeverit, por nga ndërgjegja morale. Ai përmendi rastin e Afrikës së Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë si një nga shembujt më të qartë të këtij transformimi. Barut vlerësoi gjithashtu vende si Algjeria, Kolumbia dhe Bolivia, ndërsa i kushtoi vëmendje të veçantë Irlandës. Irlanda e kupton anatominë e pushtimit, tha ai, duke vënë në dukje se përvoja irlandeze me konfiskimin e tokës, urinë, shtypjen kulturore dhe sundimin kolonial, vazhdon të formësoj solidaritetin e saj me palestinezët sot. Kemi hyrë në një transformim themelor, tha ai, duke argumentuar se hegemonia narrativës koloniale po vdes dhe se qendra morale e gravitetit është vendosur përgjithmonë drejt Palestinës. Ishte kjo tëra të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.